tek kaloj në qytetet tona shqiptare dhe shoh një rini e cila nuk prekupohet as pak dhe nuk mundohet as pak për përmirësimin e mjedisit dhe ambientit në cilin jeton. Dhe gjithmonë ata munduan t'ja lënë fajin udhëhecëve ose t'ja lënë fajin organeve kompetente. Mirë po, kur e shohim këtë rini, e shohim që ajo rini nuk prekupohet fare për largimin qoftë edhe të një pengese nga rruga. Ne dim hadithin e pejgamberit Muhammed alayhis salatu wassalam që tha imani është 73 shkallë. Më e larta tha është me dëshmu se është një Zot. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Por më e ulta tha është largimi një pengese nga rruga. Dhe çfarë ndodh? Ndodh e kundërta, marrin shishet e birrave dhe i përplasin për asfalt, edhe i bajnë krejt xhama asfalti dhe me shkel fëmijët e vegjël me prej komen. Ose ndodh edhe e kundërta, i lën makinat vend e pa vend i parkojnë. Nxon rrugën, bëjnë pengesat mëdha nëpër rrugë. Le që bëjnë pengesa mëdha, po ndëgjohen muzikat din kupt qiellës, njerëzit duke fije gjumë, ata nuk kanë kur far hesapi as llogarie. A thu vallë ky populli ynë, besimtar musliman, dhe i kur kështu? A thu vallë kur ne do të përmirësohemi, të drejtohemi katedrave universitare, të shohim fëmijët tanë nëpër biblioteka duke lexuar 2 libra në javë, ose 3 libra në javë, ose 5 libra, ose 6 libra. A nuk do të marrim pak shembull Oxfordin, Harvardin, që ata kanë rregulluarit e tyre spaku 600 faqe në javë të lexojnë? Pastaj presim progres dhe integrim dhe zhvillim. A thu vallë, do zhvillohemi kur një herë në javë lexojmë të paktën një libër? Kur asnjëherë nuk mbledhemi si shoqëri dhe si rini me u preokupue me bëni muhabet mirë, për me bëni zbulim shkencor ose me bëni diçka të bukur që i shërben pra atë dheut tonë dhe vendit tonë.